absolutisht kjo është dukuria më e dëmshme që po i ndodh shtetit, edhe shoqërisë në përgjithësi. Ne rrezikojmë që nga janari kuptimin në thojës apo them kollapsojmë në aspektin financiar, për shkak se ne kemi buxhet të planifikuar deri më 31 dhjetor 2025 të këtij viti. Dhe me datën 31 të këtij muaji do duhet qeveria të paktën ta propozonte projekt ligjin e ri për buxhetin në Kuvendin e Republikës Kosovës. Megjithatë ne ende nuk kemi informacione dhe nuk e dim a ka projekt ligj të përgatitur nga ana e qeverisë, qoftë kësaj qeverie në detyrë që do t'ju ofrojë deputetëve të Kuvendit për ta miratuar në kuptimin e asaj që mos bllokohet shteti në kuptimin financiar. Megjithatë dëmet dhe pasojat që po i shkaktohen nga kjo krizë shtetit, unë mendoj që janë edhe në shumë segmente të tjera. Spari në kuadër të marrëveshjeve ndërkombëtare, ne në pamundësi të një të themi ashtu konsenzusi politik, nuk po arrim që ato marrëveshje të sjellin në Kuvend dhe të votojmë me 80 vota të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Mos harrojmë plani i rritjes i zgjerimit të BE-s përcakton që Kosova mund të përfitojë deri në 800 milionë euro fonde në kuptimin e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, mirëpo si pasojë që kemi ngërsh institucional nuk po arrim formojmë as qeveri, e kemi situatën e Kuvendit që ende se dim sigurt a do të jetë i konstituar apo jo. Kemi një rast në gjykatë kushtetuese që pret një epilog. Do thotë gjitha këto janë mundësi që vendi mund vazhdojë përsëri në bllokada, në kriza kushtetuese dhe institucionale, mirëpo kjo varet krejt nga vlerësimi që e bën gjykata kushtetuese të rastit të parashtruar nga subjekti parlamentar listës serbe. Në kuptimin e brendshëm, pasojat janë edhe më të mëdha për faktin se mungon mbikëqyrja parlamentare. Ne kemi ende qeverinë në tyre që i ka skaduar mandati dhe kjo qeveri nuk i përgjigjet më këtij kuvendi. Dhe ky kuvend nuk mund ta thrasë në përgjithësi parlamentare qeverinë e cila është zgjedhur dhe është emëruar në mandatin e kaluar. Po ashtu kemi sa i përket çështjes së reformës drejtësisë, ndimit ligjit, shumë ligje që janë shumë vitale dhe që presin miratimin në kuvend, që e çojnë rrugën drejt reformës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial, si pasojë e mungesës së Kuvendit, të mungesës së qeverisë kanë mbetur peng në nivote parlamentare. Prandaj unë konsideroj që në shumë segmente vendi është duke kalu dhe është duke përjetuar themi ashtu dëme të pariparueshme në kuptimin e asaj që do të jetë vështirë që edhe nëse formohet ndonjë qeveri brenda këtij viti, ne lirisht mund ta cilësojmë si një vetë i dështuar në kuptimin edhe parlamentar edhe qeverisës, sepse kjo krizë politike e ka pru gjendën në atë mënyrë që pasojat që i ka shkaktuar mbase do të marrin shumë kohë që të rikuperohen kur të herë që mbahen zgjedhjet e reja ose edhe që formohen një qeveri tjetër. Jo, unë mendoj që ne jemi shumë vite brapa asaj çka kërkohet nga ana e Bashkimit Evropian në plotësimin e standardeve dhe në plotësimin e kritereve. Mos harrojmë ne kemi vitale çështën e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe çështën e antarësimit të Kosovës në NATO. Ne ende si jemi as për afër rrugës drejt antarësimit, sidomos në Këshillin e Evropës. Vitin e kaluar me patëm shancin që nëpërmjet një kompromisi të themi ashtu si shtet dhe nëpërmjet një zotimi që e dham si shtet që do ta dërgojmë draft statutin në gjykatë kushtetuese dhe ai do të ishte hapi vendimtar që do ta determinante votën e antarëve të Këshillit të Evropës që ta pranonte shtetin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Megjithatë politikisht ne nuk vepruam mirë dhe si rrjedhoi si pasojë mosgatishmërisë tonë ne edhe thjesht nuk u pranuam, u refuzuam nga ana e Këshillit të Evropës për faktin që nuk i qëndruam në zotimeve tona dhe obligimeve tona që i kemi premtuar para faktorit ndërkombëtar. Po ashtu mos harrojmë çështja e antarësimit të NATO-s është çështje tetë etike dhe vitale për shtetin e Kosovës dhe prandaj sa më shpejt do të mbulojmë institucionet, sa më shpejt ta kemi një qeveri, një ministri të mbrojtjes në atë kuptimin që të hyjmë sa më shpejt në fazat e integrimit, qoftë edhe të bashkëpunimit me NATO-n, edhe pse jo të aplikimit për vendin antar, për statusin e vendit antar në NATO.